Islami i ka dhënë një pozitë veçantë dhe puna ka një vlerë të madhe në fenë tonë. Allah i madhërisëm njeriu e ka kriju dhe ka vendosur në këtë planet dhe i ka bërë një detyrë, e që është që njeriu ta udhëheqë, ta menaxhojë dhe ta ndërtoj këtë planet dhe këtë vend apo botën ku jetojmë. Dhe në sajt kësaj, Allah i madhërisëm e thret njeriu që të punojë dhe të angazhohet. Kur Allahu i madhërisëm na flet për mirësinë që na ka dhënë që është ky planet që e ka bërë të përshtatshëm për jetesë, për punë, ndërkohë të njëjtën kohë e thret dhe njeriu për punë. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Është ai që u ka bërë tokën të përshtatshme për punë, angazhim, andaj angazhoheni, punoni dhe për të siguruar rrezikun e Zotit dhe tek ai do të ktheheni. Pra natyra e kësaj jete është natyra e punës dhe angazhimit me të. Po. Natyra e jetës së kësaj bote është e tillë që nuk ka mundësi të funksionojë ndryshe vetëm se duke u angazhuar për punë, për të jetuar dhe për ta ndërtuar atë. Prandaj edhe Allahu i madhërisëm në ajetet ku flet për namazin e xumas, ku besimtarët kanë për obligim që në një kohë të caktuar të lënë anash angazhimin për jetën e kësaj bote dhe të investojnë në ahiret, pra të falen namazin e xumas, pasi të përfundon namazi, Allahu i madhërisëm na thret që të shpërndahemi dhe të punojmë. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Pra si të përfundoj namazi, shpërndahuni, kërkoni nga mirësitë e Allahut madhërisëm. Për vlerën e punës na flet vetë pejgamberi i Zotit, i cili tregon se ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an yakula min amali yadihi. Askush nuk ka arritë të ushqejë dhe të siguroj furnizim më të mirë se sa ai i cili punon me duart e veta. Dhe në këtë rast na sjell shembull Davudin alayhis salam, një pejgamber i cili kishte detyra madhore, pejgamberi ku shpallja, tu mëson njerëzve fen, dhe në anën tjetër ishte një mbret, i cili kishte një pushtet të madh, angazhime të mëdha. Ky kishte preferuar që me gjithë këtë pasuri dhe nuk kishte nevojë për punë, kishte zgjedhur që sigurimi dhe ta sigurojë kafshatën e gojës nëpërmjet duarve dhe punës së vet. Dhe andaj e sjellë pejgamberi i Zotit që shembull për ne, për treguar vlerën që ka puna.